I përkasin njësisë administrative rrethina të Bashkisë Shkodër, por jetojnë si në mesjet me rrugë të amortizuar, pa ndriçim, mungesë ujë të pishëm dhe rrjet elektrik të kohës së diktaturës, që i lënë të shumtën e herës pa drita. Banorët e Hotit të Ri zgjodhën të dalin në protestë duke kërkuar vëmendjen e Bashkisë Shkodër, pasi vështirësitë me të cilat përballen janë të shumta. Puna por është ujë pishëm. Puna e dytë është energjia elektrike. Me keqardhje thonë këtë punë, këna bën kërkesa të gjithë banorët paguajnë energjinë elektrike, pse si shërbim qytetarëve. Kryesor është për ne mbetet rruga. Kjo zonë është e papërkrahun me kohë, as me asfalt, as me ujësillës, as me drita, janë dritat për tokë, janë me rrezik familjesh me met fëmija, me met njerëzit në kurrent. Shumë vështirë e kam, ju shisni vetë. Kam shumë shpesh herë morzu, për i gropave, për i gjane, pa drita, nuk shifet, asnjë gjë. Nëse rruga e tyre nuk rikonstruktohet deri më 11 maj, ato paralajmërojnë bojkot të zgjedhjeve parlamentare. Kur nëse nuk bëhet një rikëzjedhje, na s'kena pse të syjmë kutin e votimit, që thotë, për ko votojmë na? Po na votojmë për fëmijët tanë, për njerëzit tanë, për shoqërinë tanë, për një ardhmë më të mirë. As edhe një nuk shkon në qendër të votimit, po sumur me dokument si po fillon rruga dhe po fillon instalimi i bistekut e i problemeve e ujit. Edhe më parë, banorët e Hotit të Ri në Shkodër kanë ngritur zërin për këto probleme, por deri më tani nuk kanë gjetur zgjidhje. Janë rreth 2000 persona, mes tyre fëmijë të moshuar dhe invalid që përshkojnë këtë rrugë.